Në këtë rast ideja që diskutohet zoti Rama është që ju të kandidoni për kryeministër. Ballafaqimi të jetë në garë, pra që të kërkoni vota në raport me zotin Kurti, duke marrë shkak që keni mundur vetëvendosen 2 herë në Prishtinë, që nuk e bëjnë dot partitë e tjera në komuna tjera. Pra, a e përjashton mundësinë që të garoni për kryeministër në garë direkte me zotin Kurti? Unë mendoj që ka shumë njerëz edhe për brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe tjerë në për parti tjera, edhe njerëz tjerë të cilët mundën shumë lehtë mirë me u ballafaqu ideologjisë ashtu të ndoshta 120 vjet të vjetër ose të outdated të Kurtit. Edhe nuk mendoj që Kosova e ka vetëm një person që i ballafaqohet Kurtit. Kemi shumë, vetëm duhet, po them, t'i bim pa ata, edhe t'i hecim proceset përpara, të njëjtën kohë, po them edhe Kurtit, i uroj që të reflektoj, të ndryshoj këtë mendësi, edhe të bëhet bashkëpunuese, jo t'i mbahet këtyne qeverises përqarse që e ka bërë deri tash. Pra, kjo mendoj që është e nevojshme për vendin ton, për kryeqytetin, për Kosovën. Prandaj po them, përgjegjësia ime është ndaj kryeqytetit. Dhe nuk keni plane njëherë për të garuar në nivel nacional? Nuk kam plane. Pra, 2 herë fitoren në 2021 dhe 2025 u pa që ju pra vetëvendosa i fitoi 50% herën e kaluar, i fitoi 42% sërish si vjet, pra 2 partitë e tjera po të kenë goxha larg prej sene, dhe ideja që diskutoi ishte që dikush pra të ballafaqoj që ju ja kthyet vetëvendosës pak a shumë me formën e njëjtë, pra që liderët e tjerë observojnë pak më të butë në raport me vetëvendosën. Po, tash është me rëndësi shumë të madhe, po them, në çfarë do pozite menaxhuese ose leadershipi që me pas të qartë për çka je aty. Pse jam unë sot kryetari i kryeqytetit, cilat janë përgjegjësitë e mia si kryetari i kryeqytetit. Unë kam prezantuar qartë vizionin e kryeqytetit. Edhe më është besu me votën e qytetarit të kryeqytetit që ta shtoj përpara këtë vizion, qysh para 4 vitesh. Edhe kësaj ju kom përmbajt. Pra ne kemi pas ashtu zhurma të ndryshme dhe gjatë procesit 4 vjeçar, pse po bëhet kjo apo ajo, mirë po të gjitha janë transparente, janë në programin ton 2021-2025 edhe tash në programin ton 2025-2029. Pra unë jam super transparent ndaj qytetarit. Edhe atë çka e kam premtu, atë e bëj, atë e shtyj përpara. Çfarëdo që i del para këtij vizioni, unë e luftoj. Edhe normal që uroj që të gjithë të bëhen pjesë e kësaj, sepse ky është një vizion i votuar nga qytetari i kryeqytetit që i beson, edhe është një vizion transformues. Po them, prej perspektivës time si urbanist, si arkitekt, e kuptoj qartë kompleksitetin e problemeve të cilat i ka kryeqyteti, edhe si rezultat plani ynë, vizioni ynë i qaset këtij transformimi duke analizuar thellë problematikën.